Do të dua në këtë jetë dhe aktoria e njohur për lot me lam të mirën për babain e saj. Aktoria e njohur Lucy Hale po përjeton një nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj. Ajo ka bërë të ditur se babai i saj, Preston Hale, ka ndruar jetë papritur në moshën 68 vjeç. Lajmin e trisht ajo e ndau me ndjekësit përmes një video të shoqëruar me një dedikim emocional në Instagram, ku foli me dashuri për njeriu që sipas saj ishte mbështetja më e madhe në jetë. Në mesazhin prekës ajo e përshkroi tatin si një burr të dashur, të sjellshëm dhe plot humor dhe vendoste familjen mbi gjithçka. Aktoria e njohur e serialit Pretty Little Liars kujtoi me mall dashurinë e pakushtuar që ai i kishte dhënë asaj dhe motrës së saj, duke zbuluar se biseda dhe takimi i tyre i fundit do të mbeten përgjithmonë ndër kujtimet më të çmuara. Ti je një legjend, babi. Faleminderit për mësimet, kujtimet, dashurinë pa kushte dhe që ishe pikërisht babai që më duhej në këtë jetë. Do të dua në këtë jetë dhe në të gjitha të tjerat, shkroi aktoria. Sipas nekrologjisë publikuar nga familja, Preston Hale ndërtoi një karrierë prej 37 vitesh në sektorin e bujqësisë dhe të korporatave. Ai la pas bashkëshorten e tij, fëmijët si dhe niprit dhe mbesat, të cilët e kujtojnë si një njerit përkushtuar ndaj familjes. Pas publikimit të dedikimit të rrjetet sociale u mbushën me mesazhe ngushëllimi dhe mbështetje për aktoren. Fansa, kolegë dhe miq të aktores shprehen solidaritetin e tyre duke i dërguar fjalë ngushëllimi në këtë periudhë të vështirë.